Të dashur miq, ky ishte highlighti i ditës së sotme edhe për mua që punoj për ditë me këto gjëra. Kjo që shihni këtu është një tumor i zemrës, një gjë vërtet shumë e rrallë. Kjo është klapa e aortës, kjo është klapa mitrale, është një ekokardiografi transesofagale që e bëm sot, dhe kjo pacientja kishte një insult cerebral dhe gjithmonë kërkohet nëse ka një shkak kardiologjik. Por mund t'ju lindi pyetja dhe të më pyesni si ka mundësi që zemra preket kaq rrallë nga tumoret. Kjo varet nga riprodhimi qelizor, nga sa i shpejt është, metabolizmi i një organi. Zemra sigurisht ka një funksion të jashtëzakonshme, punon dhe shumë, por nga ana qelizore, qelizat, janë deri diku inerte, si me thënë. Nuk e kanë atë riprodhimin qelizor aq të shpesh sa organet e tjera, si për shembull moshkria, si për shembull sistemi gastrointestinal apo gjendrat. Këto janë dhe organe që për fat keq preken më shpesh nga tumorët, nga kanceri, sepse kanë një riprodhim qelizor shumë më të lartë, pra shumë më i lartë replikimi i ADN-s dhe sa më i shpeshtë replikimi i ADN-s, për fat keq aq më e lartë mundësia për gabimin. Pra këto tumore janë shumë shpesh tumore benigne. Tumoret maligne të vetë zemrës janë ekstrem fare të rrallë, mund të ndodhi që një tumor i një organi tjetër të shkojë në afërsi të zemrës, por ajo është gjë tjetër. Problemi me tumoret e zemrës është se zgjidhja është për fat keq vetëm kirurgjikale.